Nuk kam qenë votime unë. Që rëndësi ka... Ishte përbatë më tepër. Dakor, cila nga figurat politike ka dhe një kontribut më të vyrë për Shqipërinë, për emancipimin dhe zhvillimin e Shqipërisë? E një vlerësim, duke qenë se ju jeni vite të angazhuar në kontekstin politik në vend. Mund të bëni një dallim. Duhet parë se kë kam mbështetur më shumë perëndimi. Deri tani nga të gjithë që kanë kaluar, ata më shumë po mbështesin Ramën. Po do t'ja marrë Rama të gjitha ato që duan Shqipërisë? I ka marrë shumë. Por a do t'ja marrë të gjitha? Do thonë ju të gjitha është nocion abstrakt. Cila është konkretja? Konkretja është çdo bëhet me tregun shqiptar. Çdo bëhet me industrializmin në Shqipëri. Dhe çdo bëhet me kreditin bankar. Këto janë të lidhura dhe janë dorë të kryeministrit. Të shikojmë se si do ecim. Sepse perëndimi na përkrah. Washingtoni na përkrah. Na ka aleat. Dhe unë mendoj që tani jemi në stadin e fundit, ku duhet filloj dhe mendoj se do filloj progresi i investimit serioz në ekonominë shqiptare. Pas për investimin ndërkombëtar. Po, them se kam parë lëvizjet e kompanive të mëdha që kanë ardhur, atyre që po kërkojnë dhe kam të dhënat e mia, dhe mendoj që për disa muaj ne do jemi përballë një situate shumë pozitive në lidhje me tregun e kapitalit në Shqipëri. Për shkak të investimit që mund të bëhet nga jashtë? Po, për shkak të investimit që do vi. Po, janë investime mëdha sepse me sa shoh unë, Rama i ka pranuar dhe ja ka dhënë ato pikat ardente politike që janë, jo Pashalimani, jo disa zona tjera. Dhe kjo më ka dhënë të kuptuar dhe nga informacionet që kam, që do ecim. Do kemi progres. Të shohim. Kjo është akoma me do të. Nuk është e provuar që filloj. Nuk është fakt. Është analizë. Në analizë psikologjike, a janë shqiptarët gati të jenë pjesë e Bashkimit Evropian? Shqiptarët kanë qenë gati gjithë jetën. Sa e do perëndimin shqiptarët nuk e doan dhe vetë vendet e perëndimit, a dini me këtë apo? Parimisht po, por parimisht flasim tani, parimisht flasim. Edhe ata e dinë që ky është vendi më perëndimor në Ballkan, e dinë ata atë që. Me slavët do na krahasojnë ne ata e dinë atë. Por çështja qëndron. Po. Pyetja bëhet sa i aftë është kryeministri shqiptar për të kaluar në stad të ri të ekonomisë tregut në Shqipëri. Këtë po pres unë, këtë presin siç duket edhe ata ndërkombëtarët. Shohim, varet nga kryeministri. Ai e ka në dorë. Pas të buzëqeshnit pak më parë kur bëhej lajmin që në politikën vendase, kryesisht tek kryesia e PD-s do të ketë miratime për ndryshimet në statut. Nuk besoni as pak në këto lëvizje që bëhen brenda subjekteve politike në Shqipëri? Kryesisht në PD? Në një vend jo demokratik, i cili drejtohet nga një mbret absolut, nuk duhet të kesh shpresë për demokraci. Kjo është aksion, besoj se e dini dhe ju. Një parti që drejtohet nga një individ, i cili është absolut dhe s'pyet askënd, nuk ka vlerë historike në lidhje me demokracinë e një vendi. Kjo është PD-ja. Që nuk të shpia asgjë kundi. Urdhë? Nuk të shpia asgjë kundi, pavarësisht të qenit absolut në forcën brenda. Nuk të çon në asgjë kundi, sepse ka dhe një gjë. Se absolutizmi i tij ka dhe një minus. Që është? Non grata në Amerikë. Zotrin, qofse është një non grata në Amerikë dhe nuk e kupton dhe po lufton për pushtet, je naiv. Sepse
po merë pushtetin, del Shqipëria